Unë kisha kërku mirë kuptimin që edhe në aspektin personal, por edhe në atë që ka përfaqësoj, edhe si strukturë organizative LDK-s, e preferoj debatin brenda subjektit tim politik, në ruajtjen e unitetit, edhe të kërkesës çdo herë përfitore, por çdo rezultat kërkon edhe reflektim mbi shifrat, numrat, edhe rezultatet që i merr subjekti politik. Kështu që na jepni mundësinë që të bisedojmë. Qëndrimi im është gjithmonë ka qenë kërkesa për fitore dhe për rezultate të mira. Pas diskutimit që do ta kemi, të shohim edhe informacione tjera, statistika tjera. Ju premtoj që do deklarohem edhe para medias. Për takim? Nuk e di përbes, nuk e di, sigurisht. Nga vendosje një takim, nuk di nëse do të jetë i përbashkët mes gjitha partive apo veç e veç. Cili do të jetë qëndrimi juaj dhe jeni pronë në koalicioni? Ky është ndoshta në reflektim nga ajo mënyra se si ka funksionu zotri Kurti, duke u paraqitur si patron ta quaj kështu edhe kushtetutës edhe i ligjeve, ndoshta edhe i rezultate zgjedhore. Demokracia flet mbi numrat, po i ka dhe rregullat e mbrëmshme. Mendoj që i ndihmon demokratizimit nëse çdo kush e kupton që asnjë subjekt politik nuk mund të udhëheq i pavarur në kuptimin me të gjitha institucionet, atëherë kalojmë në një situatë e cila nuk është e favorshme dhe është luftuar nga populli i Kosovës që të kemi një sistem një partijak ta quaj kështu. Zëme, ajo është kërkuar në shkrimet për shkarkimin e Abdigjikut, juve personalisht? Dëgjoj, në shkrimet kërkohen për kuvend të jashtëzakonshëm, sepse ne kemi pas një kuvend të rregullt. Po, kanë kërkuar për kuvendin e jashtëzakonshëm? Sigurisht që po. Atëherë do të flasim do të flasim për të gjitha. Unë po ju premtoj nëse jeni këtu do të flasim për nënshkrimet, për numrat, për situatën, për gjitha. Nga tavolina, do të thonë ju e dini edhe kur ka pasi një rem, Dia Demokratike e Kosovës, do të thonë ka qenë e përgjithshme në kërkesën për të japjen mundësi krijimit të institucioneve të reja. Por fatkeqësisht ato që thash, mënyra se si ka funksionuar zotri Kurti dhe si e ka çu vendin në zgjedhje, ne tash e kemi edhe këtë situatë. Ne po flasim për 2 parë zgjedhje brenda një vitit kalendarik, po flasim për zgjedhje nacionale. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe, dëmi më i madh që ju ka bërë nga lëvizjeve vendosje